Të nderuar miq, takojmë kështu në pjesën e dytë, sikurse ju lajmërova, do të flasim për siguri në vend, marrshkas nga atentati pak ditëve më parë në aeroportin e Rinasit. Kam kënaqësinë të kem sonte në studio Shëmsi Premçi, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ish drejtuesi i lartë i Policisë së Shtetit. Mirëmbrëma, kënaqësia ime. E nisim nga fillimi. Shënjestra e atentatit në Rinas Gilman Dodani po fluturonte nga Barcelona për në Tiranë. I shoqëruar nga agenti i AMP-s, Muçi Shaliani, i plagosur në vend ngjarje, por pak ditë më pas ndroi jetë në spital. Shënjestra u ndoq për disa metra nga aeroporti i Rinasit, drejt rreth rrotullimit, nga një makinë tip Toyota me targa greke. Tani, marrshkas nga fakti që aeroporti i Rinasit dhe zona përreth është një nga zonat më të sigurta në vend, në çfarë thana u realizua kjo lloj prite? Spari nuk bim dakord bashk tek zona më e sigurt që mund të konsiderohet aeroporti i Rinas. Një ndër, thash. Është rajoni më i pasigurt. Pse? Është debatuar prej shumë vitesh për të patur një plan të veçantë sigurie për aeroportin e Rinasit, por atje ka vetëm plan hajnie. Kur sigurie. Atje ka 3 lloj policish, mos 4. Ka polici kufitare, polici rendi, polici të luftës kundër kriminalitetit. Nuk janë në një komandë, po janë në varësinë e disa komandave, ka polici private, ka dhe siguriti të aviacionit civil. Pra, thënë ndryshe, atje ka shumë koka. Është vendi më i pasigurt për faktin sepse në harkun kohor të 5 viteve ka ndodhur 5 ngjarje të rënda, shto këtu 3 grabitje në afërsi të Rinasit të parave, një brenda në pistën e avionave, ka ndodhur 2 vrasje, Murataj, se ju kujtohet në vitin 2019, 2020, diçka tillë, dhe së fundit ngjarja që ka ndodhur, atentati që ndodhi në rreth rrotullimin Nën Tereza. Çka do të thotë që është vërtet vendi më i pasigurt dhe tashmë e kanë piketuar grupet kriminale si një vend ku mund të lajnë hesapet. Sepse ndërkohë personat që fluturojnë nga Tirana në drejtim të vendeve të ndryshme të botës mendojnë se aty janë të sigurt, ndërsa bota e krimit e ka konsideruar vendin më të pasigurt dhe vendin më të përshtatshëm për të larë hesapet. Dhe unë kështu e kam lexuar ngjarjen, sepse fakti që nuk reagoi asnjë lloj policie për 15 minuta, ndërkohë që ishte vetëm 5 metra larg stacioni të policisë së Rinasit, tregon se nuk ka një plan masash për reagimin e shpejt në aeroportin e vetëm ndërkombëtar që ka Shqipëria. Dhe ku nuk ka një plan të reagimit shpejt të policisë, të shërbimit zjarfik apo diçka tjetër, sepse përpos asaj, mos harrojmë përpos ngjarjes kriminale, pam që edhe i plagosuri u nxor nga qytetarët me leva, ndërkohë që duhet kishte shkuar mjetet zjarfikse, të cilat janë të një trajnimi të veçantë në aeroportin e Rinasit, por nuk shkuan në vend ngjarje. Pra, shkuan me shumë vonesë policia, zjarfiksit nuk vajten fare, nuk pati shërbim të urgjencës spitalore, çka do të thotë që niveli i gatishmërisë për shërbimet e emergjencës të policisë dhe të emergjencës civile ishin në nivelet 0. Dhe unë nuk e konsideroj vend sigurt, në këtë pikë nuk bim dakord bashkë dhe unë të kundërshoj. Okay. Për të shkuar pastaj tek informacioni, që është e vërteta, ne kemi debatuar në shumë studio që është prishur sistemi në Shqipëri me ardhin në pushtet të së majtës, sepse është prishur sistemi i rekrutimit të punonjësve të policisë, jo vetëm të rolit bazë, por edhe të oficerave të policisë, është prishur sistemi i rekrutimit të punonjësve të AMP-s, është prishur sistemi i
rekrutimit të punonjësve të shërbimit informativ shtetëror, të shërbimit të zjarfikës dhe të gjitha shërbimeve të emergjencës. Duke u prishur sistemi i rekrutimit dhe duke e mbushur këto organizata me njerëz të papërshtatshëm, pa një vërtetim personalitetit të kullushmërisë së origjinës së personit apo të personës, pra mashkull apo femër që do të rekrutohet si punonjës, nëse ne nuk bëjmë një vërtetim personaliteti nga të përgjegjshëm, nga njerëz të përgjegjshëm, atëherë shkojmë edhe tek rekrutimi i kontingjentëve të policisë dhe i fusim brenda në vathën e policisë. Çka do të thotë që ne në mënyrë kategorike shteti nuk ka një filtr të rekrutimeve, ndërkohë që organizatat kriminale rekrutojnë më të përgatiturit në polici, përfshi dhe punonjësit e forcave speciale për t'i bërë pjesë të grupeve kriminale me detyra të veçanta, vëzhgimi, shoqërimi, investigimi, përgjimi, agent në mbulim apo në çdo pozicion tjetër të punës. Që do të thotë që unë jam shumë i trishtuar në raport me përgjegjshmërinë e procesit të rekrutimit dhe të pozicionimit në përvendet e punës në organet ligjzbatuese të Shqipërisë. Kjo është ngjarja më e rëndë dhe është prishja e sistemit dhe prishja e gjithë strukturave shtetërore. E njëjta gjë, mos të më keq, është bërë në magjistraturën atje ku përgatiten gjykatësit dhe prokurorët e ri. Dhe baza e furnizimit është lista e patronazhistëve. Po të verifikosh kush shkon në shkollën e magjistraturës, për gjykatës apo për prokuror, kush shkon për oficer policie apo për punonjës policie apo punonjës të shërbimit informativ shtetëror, patjetër ka qenë i regjistruar patronazhist, antar freshi apo të organizatave të partisë. Dhe kjo është për të vënë durrët në kokë. Nëse ka një burim tjetër, ai nuk mund të pranohet dhe nuk fiton asnjëherë në një garë të pastër, edhe ndodh si ajo gara e tendrit të aeroportit të Vlorës. Tani, në atentatin e Rinasit, autorët përdorën një makinë Toyota e cila më pas u gjet e djegur, në të edhe 4 armë. Çfarë do të thotë kjo mënyrë e përdorur dhe përdorimi i makinave të huaja, në rastin konkret ishte me targa greke për shembull, në atentate të tilla? Shiko, për mua targat nuk kanë shumë rëndësi. Targat zakonisht përdoren për të humbur gjurmë, për të orientuar organet hetimore, për të konsideruar që një makinë me targë greke ishte rastësishme aty. Aty nuk u përdor një makinë, janë përdorur 3 makina nga të paktën deri më tani, organet e hetimit kanë nxjerrur se 3 makina kanë qenë në dispozicion brenda perimetrit. Jo brenda perimetrit, brenda segmentit të rrethotullimit në Terezia. 3 automjete që është provuar nga mënyra e sjelljes, nga mënyra e veprimit, nga mënyra e frenimit, nga mënyra e ndalimit dhe nga mënyra e largimit. Është provuar se 3 makina kanë pas të bëjnë me atentatin. A kanë pas targa, pa targa, targa greke, apo targa italiane, apo targa shqiptare, kjo nuk ka rëndësi fare. Por përdorimi i targave dihet që bëhet për të humbur gjurmë. Kriminaliteti i ndodhur në rajonin, përgjithsisht, në rajonin e aeroportit Rinasit, në rajonin e Fushkrujës, në rajonin e Laq, Milot, komplet qarku i Kurbinit, po të shikosh specifikat e kriminalitetit është atentat i përkryer me masat precize nga organizatat kriminale, nga grupet kriminale po themi, dhe në përfundim djegja e automjeteve dhe e armëve. Sepse kjo forma më e mirë për të zhdukur gjurmët që lënë në armë, në makinë apo në mjetët tjera të kamuflazhit që grupet kriminale përdorin gjatë një atentati. Djegja me benzin e gjithë shkaje që ndodhet në makinë, do të thotë që në makinë nuk lën gjurmë, 99.99% vetëm e gjetë në gjurma dhe nëje, që mbjeton në nëjë skut. Pra kemi të paktën
7 vitet e fundit, të gjitha ngjarjet kriminale që kanë ndodhur, merr ngjarjen e Larushkës, merr 4 ngjarjet e aeroportit Rinasit dhe të rrugës që çon për Rinas, grabitjet e tjera të parave, merr vrasjet e Brilant Martinait dhe të treti në mbikalimin e Fushkrujës, merr këtë ngjarje, merr ngjarjen e grabitjes parave ku ngeli i vrar Murati në zonën e lumit që kalon mes për mes në krata aeroportit të Rinasit, që do të thotë të gjitha këto kanë një tipologji kriminaliteti dhe një tipologji ekzekutimi të mjeteve që janë përdorur në atentat. Që do të thotë që grupet kriminale e dinë më së miri që zona e Rinasit është zona më e sigurt në pikpamje të realizimit të qëllimeve të kriminalitetit për larjet e hesapeve midis grupeve kriminale. Sepse nuk është hera e parë që kemi përplasje. Pra në rajonin e Fushkrujës, kemi në harkun kohor të Fushkruj, Nikel, aeroporti Rinës, kemi brenda 5 viteve 7 ngjarje kriminale me pasojë humbjen e jetëve të personave, 1, 2 dhe deri në 3 persona, dhe asnjë gjurmë nuk është hedhur në zbulimin e së vërtetës për shkak të teknikave që kanë përdorur këto grupe kriminale kundër njëri tjetrit në atentate. Ka qenë forma më mirë e organizuar nga ana e grupeve kriminale, ndërkohë që policia ka dështuar edhe në pikpamje të masave të parandalimit të kriminalitetit, sepse nuk ka patur një plan ambicioz, realist në raport me nivelin e kriminalitetit në atë zonë, nuk ka ndryshuar asgjë në pikpamje të planit të sigurisë së aeroportit ndërkombëtar, as nga kompania private që e ka marrë në menaxhim, nuk ka një plan të sigurisë dhe nuk ka një plan të emergjencës, që në faktikisht duhet ta udhëheqë shteti në këtë pikpamje dhe nuk i takon kompanisë private, duhet në çdo pikpamje aty ku kemi shërbime shtetërore, është shërbimi shtetëror ai që organizon planin e bashkëpunimit dhe të bashkëveprimit qoftë në planin e sigurimit të brendshëm, qoftë në planin e sigurimit të jashtëm. Sepse ju thash vetëm forca policie, atje ka 3 struktura policie, të policisë shtetit flas. Pa thënë që atje ka dhe shërbim informativ shtetëror, ka dhe një shërbim të ushtrisë atje, të navigacionit, ka dhe shërbimet tjera të siguritisë, ka dhe shërbimin zjarfikës të veçantë, të posaçëm, të mirë trajnuar për këto probleme, por ndërkohë që nuk ka veprim. Dhe të shkojmë pastaj tek informacioni. Për hir të vërtetës, duke ju referuar sloganit të kryeministrit Kokën Hëngçi, që e ka thënë për disa vitesh, mos gabojm 5-6 vite, në realitet kështu po ndodh. Gojët e liga flasin se edhe grupi që u dëmtua, po edhe grupi që ka vepruar janë njerëz të afërm, lidhje të partisë në pushtet për shkak të kontributit të tyre që kanë luajtur në sigurimin e votave, çka do të thotë që kryeministri nuk ka dhënë asnjë prononcim në raport me ngjarjen e rëndë kriminale. Ka vetëm për pjesën e kamerave që para pak ditësh që prandaj duam të vendosim kamera, tha, sepse ja dhe një atentat i tillë do zbulohet më shpejt. Ajo është slogani i radhës, sepse kryeministri para 4 vitesh kur hodhi në hapësirë 2 satelitët, tha që tani me investimin e qeverisë shqiptare për dërgimin në hapësirë të 2 sateliteve, qeveria shqiptare, ushtria shqiptare, policia i ka renditur të gjithë organet ligjzbatuese, do të diktoj dhe do të zbuloj çdo rrënjë të bimbe narkotike që kultivohet në territorin e Shqipërisë, çdo ngjarje kriminale që ndodh në territorin e Shqipërisë. Ndërkohë që sipas informacioneve, këto të konfirmuara edhe në rrugë shtetërore, në mënyrë kategorike 2 satelitët nuk kanë dërguar asnjë mesazh dhe shqiptarëve nuk ju është bërë e ditur absolutisht asnjë mesazh që këto 2 satelitë kanë dhënë raport me Shqipërinë, qoftë për zjarret ose hartën e zjarreve në Shqipëri, qoftë për parandalimin, qoftë për vërshimin e lumeve të prejve, qoftë për mbytjet, qoftë për nivelin e rreshjeve, intensitetin e rreshjeve, qoftë për kriminalitetin dhe qoftë për hartën e kultivimeve narkotike. Çka do të thotë që ose kryeministri duhet pranojë që është një investim i dështuar
dhe normalisht nesër do të jetë investimi i dështuar edhe vendosja e kamerave, sepse grupet kriminale janë 2 hapa, deri në 3 hapa përpara qeverisë, pasi në rrugicat e krerëve të grupeve kriminale dhe të antarëve të grupeve kriminale ka kamera, sisteme kamerash me rezolucion shumë të lartë, që kontrollojnë në qendrat e monitorimit ku i kanë të instaluara çdo lëvizje të strukturave të policisë shtetit dhe të organeve ligjzbatuese, jo vetëm në rrugicën e tyre, por në gjithë lagjin. Kështu që kryeministri, kur t'i vendos kryeministri, ata të botës krimit kanë vendosur kamera të niveleve më të larta të rezolucionit. Për të mbetur tek ngjarja konkrete, ka informacione se ka ekzistuar një informator me syze, siç përshkruhet, që ka ndjekur shënjestrën dhe shoqëruesin e tij. Çfarë do të prodhonte arrestimi i një personi të tillë nëse ka ekzistuar për zbardhjen e këtij atentati dhe si i përdorin bandat informator të tillë? Unë mendoj që kjo ngjarje do të zbardhet, sepse për hir të vërtetës janë bllokuar DVR-t e një numrit konsideruar shumë lokalesh, dhe që ka patur filmime të qarta të aktit të atentatit. Dhe kam mendimin që qoftë me formimin e identikiteve të personave që kanë marrë pjesë në rrethrodullimin e Nën Tereza, aty tek Rinasit, mendoj që hetuesit dhe ekspertët do të bijnë në gjurmët e personave që kanë bërë këtë atentat. Kjo është një ngjarje që pavarësisht se janë munduar të eliminojnë dhe të fshihin ose të zhdukin gjurmët që kanë të bëjnë me gjurmët e shenjave të gishtave në armë apo në makinën që është përdorur për të hapur zjarr, ata kanë lënë gjurmë të tjera që indirekt do të çojnë tek autorët e veprës penale. Arrestimi, shoqërimi i ndonjë personi që ka shoqëruar, apo ka diktuar, apo ka treguar, apo ju ka bërë me shenjë apo me telefon që ju ka treguar se ku e tek është objektivi, unë mendoj që për momentin nuk ka ndonjë risi për të zbardhur ngjarjen kriminale. Vetëm duhet kemi parasysh një diçka. Vendi ku është ngritur prita për të ekzekutuar objektin që ato kishin, objektivin që kishin për të realizuar, është vendi më i përshtatshëm edhe në pikpamje të pasigurisë për ato arsyet që tashun, por është edhe në pikpamje të rrugëve për të larguar grupi kriminal, ekzekutorët, për të larguar drejtim zonave më të sigurta, si që në zona e Niklës apo e Fushkrujës. Sepse nëse do futishin në rrugën që të qonë për në qafkashar, apo që të qonë për në autostrat, pra nëse objektivi i tyre do kishte preha e tyre, do të ishte futur në autostrat, do e kishin, ndoshta mund të ishte me lehtë për ta realizuar ekzekutimin e objektivit. Por rrugkalimi për të larguar do ishte më i vështirë, sepse mund të koincidojë që të shkosh në një kryqëzim që është e bllokuar rruga, pra largimi me makinë do ishte më i vështirë. Kurse rrethrodullimi në aeroportin e Rinasit të krijon mundësinë për të larguar minimalisht në 5 drejtime. 3 prej cilave janë rrugkalimet që të çojnë një për në Kamës, një të nxjerr për në Larushk, në 2 tjerë të nxjerrin, njëra të nxjerr në Fushkruj dhe tjetra tek ura e Limuthit. Pra në këtë pikpamje vendi është zgjedhur i përshtatshëm për të ekzekutuar prehen dhe për të larguar pa u shqetësuar nga organet e policisë. Por problemi qëndron që pse pikërisht ato zgjodhen ata, janë 2 arsye. Spari viktimat nuk janë ruajtur dhe nuk kanë menduar që një atentat mund të ngrihet pikërisht në një vend ku ka shumë njerëz, qarkullimi njerëzish që ikin, fluturojnë drejt të vendeve të ndryshme apo vinë drejt Shqipërisë. Vendi është jo më larg se
50, maksimumi 100 metra larg stacionit policisë Rendit dhe të atij të policisë kufitare, çka do të thotë që është shumë afër, është kaq afër sa s'ka. Dhe duke patur parasysh pra kundërshtarët e tyre e Gilman Danit e kanë studiuar gatishmërinë e forcave të policisë, strukturave të policisë në Rinas më mirë se e prorët e policisë kufitare dhe të policisë së Rendit të Shqipërisë. E kanë studiuar mirë kur dalin, si ka mundësi që vetëm në aeroportin e Rinasit nuk ka forca shqiponja, grupe të gatshme për të reaguar në një situatë. S'ka fare. Pra në Tiranë ke grupe shqiponja të mërzisin çdo ditë me motorra, me makina, i ke çdo ditë bëjnë terror në grup moshat e reja, pikërisht atje ku ndodhin ngjarje kriminale, çuditërisht një komisariat policie nuk ka grup të gatshëm. S'ka forca shqiponja në mënyrë kategorike. Që të reagoshin me njerë, sepse aeroporti i Rinasit minimalisht du t'i ketë të paktën në çdo turrën 5 patrulla shqiponja. Po 3 do t'i kishte. Që du t'jenë mbi motorës e mbi makinë, du t'jenë pozicionuar tek porta hyrëse numër 2. Në mos thjesht ke njëshin se ke njëshin janë patrullat e Rendit. Po forcat shqiponja du t'jenë të paktën tek hyrja numër 2 e aeroportit të Rinasit, ke hyrja numër 3 dhe tek sheshi Nën Tereza. Nëse do ketë një plan dislokimi para prak të forcave të policisë. Ndaj dhe thash që kur aeroporti i Rinasit ka kaluar në menaxhim privat, kur e kishte Kinest apo kush e kishin përpara. Po pse, më fal që të ndërpres, po nëse do të ishin këto patrulla që ti the, do të mund të ndërhynin? Ndoshta nuk do mundeshin të ndërhynin? Ndoshta në ato kushte? Po të ketë policë të mirë përgatitur ndërhyjnë ato për të goditur Se është diskutuar kjo pjesë dhe është thënë që nuk mund të ndërhynin. Ka patur, ne kemi patur ngjarje në Shqipëri që polici ka qelluar ndaj atentatorëve. I ka plagosur. Minimalisht e ka gjurmuar makinën. Minimalisht ka gjurmuar makinën. Dhe ja do të themi rastin e grabitjes parave. Policia e gjurmoi ato grabitjet e parave. Dhe në momentin që policia po afrohej tek ura mbi lumin e Tërkuzit, që quhet ai lumi, kundërshtarët, ato pjesa, nga frika se mos e kapshin Admir Muratajn, e qelluan vetë dhe azësuan. Pra çka do thotë që në fund të fundit, policia arriti qoftë kapi një viktim të atyre, e vrau policia apo e vra në ata vetë, do më pak rëndësi, ama ra në gjurmët se kush grup e kishte bërë grabitjen. Po dhe sot aktualisht janë të dënuar gjithë grupi grabitësve të fundit në aeroportin e Rinasit. Çka do të thotë që ekzistenca e këtij grupi të gatshëm apo patrullave shqiponja në aeroportin e Rinasit, minimalisht do të gjurmonte atentatorët në drejtimin nga do të merrnin. Dhe nuk do të mundinin të paktën ta digjnin makinën, sepse nga frika për t'ikur, ata nuk do të kenë kohë për të zbritur, për t'i vënë flakën makinës, pastaj për t'i hipë një makinë tjetër dhe për t'u larguar. Meqenëse jemi këtu në funksion të zbardhjes skenarëve të mundshëm. Gilman Dani, shënjestra e këtij atentati. Gilman Dani, shënjestra e këtij atentati. Ishte i dënuar, fillimisht njihej si krau i djathi Emiliano Shullazit, i dënuar me 12 vite burg për gjobëvënie, i liruar në tetor të vitit 2024. Cilët janë skenarët që po hetohen për këtë atentat dhe çfarë do të thotë ky atentat, kjo ngjarje e fundit, për luftën mes grupeve kriminale Tiranë-Durrës? Ajo mund tjetë edhe brenda Tiranës, mund tjetë edhe Tiranë-Durrës. Unë e thash në një formë tjetër, thash kryeministri i Shqipërisë ka përdorur një slogan, po e them sloganon, pa i ka përdorur një shprehje, kokën hangqen. Çka do të thotë që qeveria shqiptare me sa duket nuk ka një plan për goditjen e këtyre grupeve kriminale. Me sa duket, po qëndron në distancë në mënyrë që këto t'i lajnë hesapet njëri me tjetrin. Dhe kur grupet kriminale kanë zona influence për trafikun ndërkombëtar të drogës, kanë konflikte të parcelizimeve të kultivimit të bimëve narkotike në Shqipëri, kanë konflikte për korridorët,
kanë konflikte ose kanë mosmarrveshje ose kanë patur prishje pazarësh në përqindjen e interesave. Normalisht çdo grup kriminal sot mund të ketë konflikte me 2-3 grupe tjera. Çka do të thotë që normalisht fusha e hetimit është pak e vështirë, jo se nuk do të arrihet. Por besoj që hetuesit do të bëjnë diferencimin për të shkuar te rruga më e mundshme, që konfliktin e kanë me grupet e Durrësit apo e kanë me grupet e Tiranës. Dhe që ekzekutivi është bërë me vrasës me pagesë nuk diskutohet. Sepse vrasësit me pagesë duhet të jenë njerëz që e kanë njohur mirë terrenin, dhe kanë ditur mirë rrugë kalimin e objektit që ato kishin si synim Gilmandanin. Pra çka do të thotë që unë nuk besoj që në këtë rast atentatorët kanë qenë grupet kriminale të cilët kanë konflikt me Gilmandanin, por janë të paguar, janë vrasës me pagesë. Tani ju e se këtë pak në fillim, po unë dua ta shterojmë këtë pjesë. Gilmandani, shënjestra e këtij atentati shoqërohej nga një agent i AMP-s, Moçi Shaliani. Çfarë do të thotë përfshirja e këtyre zyrtarëve në rrjetet kriminale dhe çfarë do të thotë paralelisht përfshirja në një mision privat të një agenti të AMP-s? Shiko, nuk du të personalizojmë, unë thash është prish sistemi. Po unë dalum ke emrat e përveqëm, ne do të gabojmë. Por pikërisht SPAK-u, në fakt Prokuria e Tiranës, për momentin. Dhe pastaj besoj që me një hetim shumë thjesht, Prokuria e Tiranës del nga kompetencat e veta dhe ja kalon çështjen SPAK-ut. Sepse ka zëra shterus që thonë që përgjegjësia është e rekrutimit të punonjësve të shërbimit të AMP-s është përgjegjësi e niveleve të larta. Janë të diktuar nga ministrat aktual, nga ministrat paraardhës. Çka do të thotë që disa njerëz që vishën në kohë fushatash partie, vishën në kushtet e një sforcimi të madh, sepse të marrish kontingjentet e policisë, ti veshish polic ose oficera AMP-je, në mënyrë kategorike nuk ka këll që ta bëj askush përjashtuar ministrit brendshëm. Nuk mund ta bëj. Drejtori i përgjithshëm i policisë nuk mund ta bëj. Sepse nëse do të mund ta bënte, ai do ta futte në radhët e policisë shtetit, sepse atje ka kompetenca drejtori i përgjithshëm i policisë. Dhe për të bërë policë si patrullës përgjithshme duhet të shkosh patjetër në një konkurim, të paktën të regjistrosh emrin, edhe të shkosh në një konkurim dhe të kualifikohesh dhe të shkosh në një kurs 6 mujor për të bërë policë si patrullës përgjithshme. Dhe pastaj të futesh në sistemin e gradave dhe të bësh oficer policie që do minimumi një 5 vite. Kurse për të bërë oficer AMP-je me një urdhër ministrit brendshëm. Dhe kur jep urdhër ministri, detyra e vetme që kanë punonjësit e policisë, inspektori i policisë kriminale të zonës, të jurisdiksionit ku ka vend banimin personi, pra bën vërtetimin e personalitetit. Kush është Shemsi Prenqi, kë ka bab, kë ka nën, kë ka vlla, etj, biografin. Pra, a ka tendenca kriminale, a ka probleme, a ka vese, a është hajdut, a është drogaxhi, a është tjetër. Pra, i bëhet vërtetimi i personalitetit çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë që punon në institucionet ligjzbatuese. Po për të punuar në AMP, normalisht duhet një përshkrim më i hollësishëm në raport me personalitetin e personit. Pra, unë prandaj them që Prokuria e Tiranës, pavarësisht ngjarjes kriminale për të cilën policia dhe prokuria duhet hetojë, paralelisht me këtë duhet hetojë kush janë personat përgjegjës, të cilët kanë rekrutuar jo vetëm këtë rast, po edhe rastet tjera që i kanë rekrutuar në kundërshtim me ligjin për t'ju dhënë një dokument të AMP-s me qëllim që të hinë dalin nëpër aeroportet e Rinasit apo të krijojnë privilegje në vendet
ku hihet me autorizim. Pra, në këtë kontekst them që duhen hetuar ministrat, kushdo që ta ketë dhënë urdhrin, kushdo që të jetë implikuar, nëse ai vërtet ka qenë ministri, apo një zëvendës ministër, apo një drejtori përgjithshëm i AMP-s, menjëherë duhet futet në veprim spaku, sepse prokurori i Tiranës nëse heq nga kompetencat, kur është implikuar një ministër, apo ish ministër, apo një deputet aktual. Dhe duhet i shkojë deri në fund. Kush është ky person që ka kaq shumë kompetenca, që prish sistemin e rekrutimit të punonjësve dhe punonjëseve në organet ligjzbatuese. Kjo është shumë e dëmshme për Shqipërinë, por mos harroni vitet e fundit, për shkak të prishjes sistemit, të rekrutimit punonjësve të policisë, të rekrutimit punonjësve të AMP-s, të rekrutimit punonjësve të shërbimit informativ shtetëror, të punonjësve të forcave speciale. Ju dhe gjithë shqiptarët kanë mësuar që vetëm nga radhët e forcave speciale janë implikuar në veprimtari kriminale të trafikut të drogës, të bashkëpunimit të punonjësve të policisë, forcave speciale me grupet kriminale të trafikut të drogës, jo më pak se 12 veta dhe janë në burg një pjesë. Çka të thotë që është e vërtetuar katërcipërisht prishja e sistemit. Ku prish sistemi? Me ardhen në kryet Ministrisë së Brendshme të ish ministrit Fatmir Gjafa, u muar një ish punonjës shefi policisë bashkiake të Vlorës, i cili në trampolin u bërë ca kohë shefi policisë rendit, dhe u bë 3 muaj drejtori policisë Tiranës dhe brenda 3 muajve u bë drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, Ardi Veliu. Një oficer ushtrie militar i cili futi frymën e militarizimit të policisë shtetit, në krahun tjetër favorizoi të gjithë patronazhistët dhe ushtarët e Fatmir Gjafës që kishte në parti, duke i futur në policinë e shtetit, të cilët kanë futur frymën më të keqe të mundshme. Pra, mastaj këtë rrugë e kanë vazhduar të gjithë. Tentativat e Sander Leshit ishin për të sjellur disa oficera pensionistë të ushtrisë për t'i futur në polici, nuk arriti dot sepse e kundërshtuan ca deputet, dhe pastaj krijoi një shoqëri private të rojeve civile, Ilirian Garden, e cila na shfaqet tani me dobësi të theksuara në sigurimin e gjykatave dhe prokurorive të Shqipërisë. Çka do të thotë që janë ministrat e brendshëm ata që e kanë prish sistemin e rekrutimit në organet ligjzbatuese shqiptare. Dhe përjedhoj, kemi një polici të dobët, kemi një shërbim të kontrollit brendshëm, të mbikëqyrjes policore shumë të dobët dhe të inkriminuar, kemi punonjës të shërbimit informativ shtetëror që kemi patur rastin në Durrës edhe në Tiranë, të cilët janë të implikuar në veprimtari kriminale. Pra, parë në kontekstin e përgjithshëm, e kemi gjithë sistemin të prishur, i kemi gjithë organet ligjzbatuese me kontingjent të krimit brenda radhëve të policisë dhe të shërbimit. Dhe ajo më e keqja është se këta njerëz janë rekrutuar nga grupet kriminale. Dhe këtu, në fakt, grupet kriminale, unë nuk them që t'i falenderojmë, as t'i lavdërojmë, as t'u japim dekorata. Po janë më të zgjuar grupet kriminale, nuk rekrutojnë grupet kriminale budallej. Rekrutojnë agent të mirëfill të policisë, forcat speciale të ushtrisë, që i le ushtria i nxjerr jashtë për shkak të moshës, po ato janë përdoruesit më të mirë të snajperëve, të pushkave me dilbi. Forcat speciale të ushtrisë dhe të policisë po përdoren nga grupet kriminale. Pra do të thotë që ne kemi një akademi policie dhe nuk rekrutojmë dot njerëz të saktë për shërbimet e policisë, ndërkohë që grupet kriminale përzgjedhin dhe rekrutojnë ish oficerët dhe ish forcat speciale më të mira për t'i vënë në dispozicion të tyre. E kupton çfarë handikapi ka në procesin e rekrutimit? Shteti është i dështuar në rekrutim, grupet kriminale janë të mirë orientuar në raport me rekrutimin e personave më inteligjent që ka policia e shtetit, ose forcat speciale të ushtrisë, ose forcat më të përgatitura. Edhe në pikpamje të përgatitjes fizike, edhe në pikpamje të përgatitjes së qitjes, pra përdorimit të armës, por edhe në pikpamje të inteligjencës. Dhe çuditërisht, shkojmë tek ai agenti që thatë ju, nëse do atë personin në syze, ti je bindur që edhe po ta ndalojnë,
ajo është i përgatitur për të mos e kallëzuar të vërtetën, sepse i ka dhënë provat jo tek Akademia e Rendit, po tek kreu i grupit kriminal. Më herët ju keni deklaruar që një pjesë e mire e drejtuesve të policisë në Përqarqe emërohen nga burgu 313. Po ashtu keni deklaruar më herët gjithashtu që një brez i ri i drejtuesve të policisë janë pjesë e strukturave kriminale. Për ngjarjen në fjalë, a mund të ketë pasur rrjedhje e informacioni nga brenda policisë për lëvizjet e Shënjestrës? Shiko, grupet kriminale përdorin dy burime në pikpamjet të fluturimit të personave. Spari përdorin agjensitë e biletave, pra linjat e avioneve, e dyta sistemin TIMS të policisë. Unë në këtë rast nuk do të ngarkoj veten me gjina dhe asnjë person me përgjegjësi, sepse objektivi vinte nga Spanja. Çka do të thotë që informacioni ka ardhur nga Spanja. A ka investuar grupi kriminal kundërshtar deri në Spanjë për t'i dërguar njerëz për t'i patur në mbikëqyrje? Kjo është kapaciteti i grupit kriminal që është kundërshtar me Gilmandanin. Kurse përsa i përket në Shqipëri, në këtë rast nuk mendoj. I qëndroj thënjës time, sepse janë provuar rastet që janë emëruar drejtor, bile në kohën e fundit sa po e lanquam në media, dhe u provuar që 3 nga drejtorat vishin nga investimet suksesshme të grupeve kriminale. Dhe këtë nuk e ka dalë që ta kundërshtoj qoftë edhe një person. Fakti që personat në radhët e policisë bëjnë karrierë jo mbi meritën, jo mbi profesionalizmin, jo mbi sukseset që kanë patur në pozicionet e punës, nuk bëjnë karrierë sistematike në polici, por katapultohen. Fakti që Ministria e Brendshme udhëhoqi një proces të ndryshimit të ligjit, duke i krijuar mundësinë edhe nën komisarit të bëhet shef komisariati dhe drejtuesit të bëhet drejtor policie, ndërkohë që ligji i ri e ka pas vetëm drejtuesi i parë, pra ishte më e kufizuar, sepse presupozohet që kur të shkosh në nivelin e drejtorit ti kesh gjysmën e kokës me thinja, pasi si pas mendimit tim gjithmonë, po edhe si pas eksperiencës evropiane, policisë së shtetit nuk i vjen e keqja nga thinjat e moshatarëve të Shemsi Prenqit, ose të Tonin Vocat, ose të Muhamet Rumullakut. Po i vin nga veset e këqia të këtyre gjaketave të reja, që përdor slogan Partia në pushtet, të cilët vin nga organizata me vese, vin të katapultuar për merita politike dhe jo për merita profesionale dhe integriteti, dhe që është e vërteta të gjitha ato shefa komisariatit që kanë pas suksese në kultivimin e bimëve narkotike në territorin e Shqipërisë, sot janë më së shumti drejtora policie. Dhe drejtora policie në qarqet më të mëdha të Shqipërisë dhe me nivel kriminaliteti më të lartë. Çka do të thotë që fjala që unë kam thënë dhe nuk e tërheq, që një pjesë e drejtorave emërohen nga 313 është më se sakt. Për ndryshe, le të më thrasi mu një prokuror të më hetoj për thënien që unë them, dhe unë t'ja them prokurorit me letra. Përse ndodh kjo? Sepse asnjë prokuror nuk e ka marrë në përgjegjësi ish drejtorin e përgjithshëm policisë, ose gjithë drejtorët e përgjithshëm policisë, për emërimet që kanë bërë në shkeljet ligjit policisë shtetit, për katapultimet që vinë për shkak të politikës, dhe nuk vinë për shkak të meritokracisë. Unë e bind kundërshtarin, e sfidoj cilin do nga policia e shtetit, t'i them që brezi im, që mbaruam të parët Akademinë 4 vjeçare të policisë shtetit, asnjë prej brezit ton nuk është larguar me ves nga policia.
po është larguar me burrëri. Unë jam larguar nga policia e shtetit me dorëheqje, sepse nuk pranoja të zbatoja urdhrat arbitrar të ministrave. Jam i vetmi drejtor policie që kam kundërshtuar 2 ministrat brendshëm për arbitraritet. Jam shumë i lumtur. Jam i keqardhur që kam lënë profesionin tim të dashuruar, por më mirë të jem jashtë se sa të bëhem ushtar për të zbatuar urdhrat arbitrar të një ministri që nuk din nga lidhet gomari, që nuk e njeh policinë e shtetit fare. Atëre ose do bësh vegël, ose do të bësh kokturku. Si mbrohet policia e shtetit nga infiltrimi i grupeve kriminale? Në fakt, që është e vërteta, parimet e luftës kundër kriminalitetit pranojnë që punojnësi i policisë duhet të ketë të infiltrojë brenda grupit kriminal. Njerëz të vetët. Këtu në Shqipëri ka ndodhe e kundërta. Grupet kriminale kanë infiltruar njerëz brenda radhave të policisë. O kanë bler drejtora, o kanë punësuar njerëz me forma të ndryshme, si këto që diskutuam, dhe në këto kushte drejtuesit, leadershipi i Ministrisë Brendshme dhe leadershipi i Policisë Shtetit e ka tradhtuar policinë. Se kur t'i futi sharmikun brenda radhëve të policisë, policia është tërësisht e tradhtuar. Policia është e tradhtuar në informacion, policia është e tradhtuar në operacion, dhe kjo është më e keqja, se ndërkohë që ti mund të jesh në një pozicionuar, qoftë edhe për të konfrontuar me armë, siç është rasti i forcave speciale, një i infiltruar brenda radhave speciale mund të sjellë kundërshtarin të qellojë me armë në llogore, pa atje ku ti do të jesh për një person që e ke rrethuar apo brenda në banesë apo në territor etj etj. Pra ka një kontradikt shumë të madhe, e cila është për të ardhur keq, dhe për të shëruar kjo duhet të pastruar policia nga njerëzit me vese, nga njerëzit e rekrutuar me qëllime të caktuara, nga njerëzit e rekrutuar me investime dhe ndërmjetësime të grupeve kriminale, për ta bërë policinë të paaft për të realizuar misionin. Dhe në fakt, për te shifrave, se më unë vjen zor të loz me shifrat, as të shaj organizatën e policisë, sepse nuk e dua ta shaj, sepse është organizata ku unë kam fituar profesionin, jam rritur, kam punuar 30 vite, por me vjen keq ta shoh policinë të tradhtuar nga njerëzit të cilët i afrojnë leadershipi i Ministrisë Brendshme dhe leadershipi i policisë. Dhe jo pa qëllim thash që policia sot është e marrur në peng pikërisht nga këto praktika të turpshme të rekrutimit dhe të tradhtisë që i ndodh nga me investimin e provave të organizatës. Unë i përmenda, jo pa qëllim, në brezin tonë të oficerëve të policisë, po jo vetëm në brezin tonë, por edhe 3-4 breza, pra vite pas nesh, nga përshkrimi që i bëj unë dhe freskimi që i bëj memorjes time, nuk di të ketë nga brezat e viteve të shkolluar në 88-ën, 89-ën, 90-ën, 91-shin deri në 95-ën, kur filloj të liberalizoheshin diçka gjërat, nuk mbaj mend që të ketë dalë ndonjë punonjës policie i implikuar me veprimtari kriminale, e aq më keq të jetë vënë shërbim të grupeve kriminale, se ajo është më e rënda. Pa as të jetë implikuar në veprat të korrupsionit dhe problemet që kanë të bëjnë me. Kurse sot çuditërisht kemi drejtora në burg të cilët janë vënë në dispozicion të një grupi kriminal për të ekzekutuar një grup kriminal tjetër. Kanë dalur me miliona euro pasuri, shtëpia të dhuruar nga grupet kriminale, etj etj. Edhe do të thoja që një punonjës policie që zotëron 4 cilësitë, duke filluar nga integriteti, profesionalizmi dhe dashuria për profesionin, por edhe trimëria, se në fundit në organizatët e policisë nuk mund punoj një që e ka zemrën lepur. Dhe të gjitha këto janë shumë gjëra që cilësit, po të paktën këto të 4 duhet të zotroj një oficer policie, edhe
jo vetëm një oficer policie, një punonjës policie, sepse në fundit edhe ai që është drejtues i parë, siç jam unë sot në rezervë, edhe ai që është me detyrë drejtori Ilir Proda, domethënë quhemi polic në zhargonin e përgjithshëm. Dhe për qenë polic duhet minimalisht të jesh i ndershëm, sepse të donë organizata se po që i korruptuar ti prish imazhin gjithë organizatës. Ti jesh profesionist, pra ta kesh ushqyer atë dashurinë për ta zotruar profesionin, ti jesh i guximshëm dhe trim, edhe pastaj vjen integriteti, performanca, gjithçka që të konsideroj një polic të mirë për të shërbyer komunitetit. Por kur ti vihesh në shërbim të fortëve, atëherë nuk je më për shtetin, sepse në konceptin juridik, shteti është instrument për të shërbyer të dobtit, jo për të shërbyer grupe kriminale. Kur instrumenti shtet vjen në dispozicion të fortëve, që ato s'kan nevojë t'ju vihesh, sepse ato kanë makina të mira, kanë kamera të mira, kanë telefona të mira, kanë, po themi, kanë dhe satelit, kanë dhe avion, gjithçka, organizatat kriminale çfarë nuk kanë. Për çfarë duhet shteti pastaj për ata? Për ata s'duhet shteti. Ata duhet të mos ketë shtet, kurse i dobti kërkon shtetin. Dhe që ti jesh polic për shtetin, për të shërbyer popullit, duhet të kesh këto cilësi. Unë të falenderoj shumë që të kisha në studio. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit. Besoj që jesh i sakt për te emocioneve që profesioni na ka kultivuar dhe me thënë drejtën, ashtu siç gjithkujt i dhimbset dashuria e parë, edhe ne policëve na dhimbset. Falenderoj shumë. E reflekton këto. Faleminderit të nderuar miq, pashoj që do të rikthehet sërish për sonte natën e mirë.